Heqja dorë nga koraca e imunitetit të zyrtarëve të lartë mbetet sfidë për klasën politike. Një angazhim ky sa politika që dhe publik që palë do duhet të përmbushin brenda këtij sesioni parlamentar. Kësaj radhe ndërkombëtarët ishin të qartë dhe të zhveshur nga gjuha diplomatike, teksa ju drejtuan kuvendit të Shqipërisë dhe i kërkuan të zgjedhurve të popullit të hiqnin dorë nga mburoja që u jep atyre imuniteti. Një detyrë shtëpie kjo që duhet të përmbushur në kuadër të marrjes së ftesës për statusin e vendit kandidat. Ndaj dhe nisur nga qëndrimi më i fundit i bërë nga komisioneri për zgjerimin në Tiranë Stefan Fyle, majoranca duket e vendosur në lëvizjen politike të radhës. Deputeti demokrat Enkelejda Libeaj thotë se zgjidhja më efektive për heqjen e imunitetit të zyrtarëve të lartë do të ishte ajo me ndërhyrje në kushtetut. Nëse e konsiderojmë heqjen e imunitetit jo thjesht dhe vetëm si një lëvizje politike, por edhe si një moment psikopolitik për të injektuar një frym të dhënies së mbështetjes institucionit akuzës në këtë rast, unë besoj që dhe lëvizja do duhet të ishte deri edhe revolucionariste dhe më përshtatshmja për mendimin tim në këtë rast, ajo e cila do të kishte edhe eko, edhe jehon më të madhe do të ishte me anë të ndërhyrjes në kushtetut. Duke sjell tekstin e kushtetutës në të njëjtin nivel siç janë edhe tekstet kushtetuese të vendeve të tjera. Do të kishte jo vetëm jehon politike, jehon publike, por do të hiqte çfarë do lloj dyshimi qoftë dhe periferik mbi heqjen e imunitetit në këtë rast. Libeaj shkon më tej teksa i referohet dhe një rrugë të dytë që sipas tij, në rast se shihet e volitshme nga opozita, garanton gjithashtu transparencë në këtë proces, ajo përmes një ligji të posaçëm. Rruga e dytë është rruga me anë të një ligji të posaçëm. Është kërkuar mendim për këtë ligj edhe nga Komisioni i Venecias, i cili ka dhënë edhe një përgjigje pozitive dhe ka gjetur si të përshtatshme dhe të përputhshme me kushtetutën edhe shkruarjen e një ligji me kushtin e vetëm, të ketë një shumicë të cilësuar të barabartë me atë që kërkohet për amendamentet kushtetuese, pra 3/5. Ndërsa bën një analizë përmes të cilit mund të kalojë procesi i heqjes së imunitetit të zyrtarëve të lartë, demokrati Libeaj thotë se efektivisht edhe mekanizmi i përdorur nga deputetët e majorancës pak kohë më parë, duke hequr dorën nga imuniteti i deputetit. Ai shton se heqja dorë në mënyrë individuale edhe pse një praktike ndjekur në perëndim, mbetet më shumë një rrugë morale sesa ligjore.